Zonja dhe zotri, përshëndetje dhe mirë se vini, jeni me emisionin Politika këtu në televizionin Globi. Do të flasim sonte për procesin zgjedhor, zgjedhjet lokale konkretisht në Maqedoninë e Veriut, të cilat në pjesën dërmuese të komunave përfunduan, por jo dhe në 4 komuna në të cilat për shkak të mos arritjes së censusit zgjedhor do duhet të përsërinte të njëjtat. Bëhet fjalë për komunën e Gostivarit, Vrapçishtit, Mavrov Rostush dhe Qendrës Zhuk, të cilat do të shkojnë në përsëritje të zgjedhjeve më 11 janar të vitit të ardhshëm. Se kush do dalë fitues në këtë datë dhe se si duket skena politike sot pas zgjedhjeve lokale në Maqedoni, kam të ftuar për të diskutuar këto dy çështje më të rëndësishme, do të thoja, dy të ftuar, dy mysafir, kryetarin e komunës së Gostivarit, zotin Valbon Limani, dhe kolegun gazetarin Drito Zenku. Zot Limani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zenku, mirë se erdhët, faleminderit nga si të kemë në studio. Faleminderit juve. Mirë, zoti Limani, ju ishit edhe kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar komunën e Gostivar. Në disa dalje publike keni sqaruar çështjen pse nuk arrit censusi në komunën e Gostivarit. Mund të ishte një bojkot i heshtur, mund të kishte mos pastrim të listave zgjedhore, megjithatë pyetja që duhet të ngrej është: a ka përgjegjësi te koalicioni AKI për mos arritjen e censusit në Gostivar, me të gjithat fuqinë, dy subjekte shumë të fuqishme në Gostivar, por megjithatë për 21 vota për fat keq që nuk u bë kryetar komune që në raundin e parë? Po, padyshim që ishte gërshetim i disa shkaqeve, arsyeve pse nuk u arrit, por një pjesë, le ta themi, e cila ndoshta mundeshte më mirë të funksionon, ishte ajo që duhet të kemi informata të sakta se deri ku jemi me daljen shembull në posaçërisht në periudhën e fundit, 2 orët e fundit. Unë mendoj që aktivi politik i Aleancës Kombëtare për Integrim bëri çmos posaçërisht në pjesën e dytë të ditës që të mund kushtimisht të nxjerrë të gjithë qytetarët të cilët deri në atë periudhë nuk kishin ushtruar të drejtën e tyre të votës dhe e bën maksimumin, por ja që ndodhi për një numër shumë të vogël, për 21 votë, të mos kemi cenzus, po të ishte ky numër më i madh, ndoshta 500 apo 1000, ndoshta do të themi do ta kishim kërkuar fajin apo arsyen tek aktivi politik, por unë mendoj se aktivi politik bëri gjithçka që mundeshte për të arritë kjo. Prap do të them, gjithmonë mundet më mirë, por tani më veç që kemi analizuar të gjithë, le të themi, lëshimet eventuale të që të kemi bërë, por jo gjithmonë le të themi të fajsojmë aktivin politik, sepse padyshim të gjithë këto elementet tjera të cilat sollen që në Gostivar të ketë një dalje të tillë, e bën që mos të ketë cenzus. Gostivarin, qofse nisemi prej asaj se numri këshilltarëve llogariteshte në bazë të këtyre banorëve rezident 59.000, atëherë del se kemi dalje prej 45%, por ndodhi ajo që ndodhi, tani më veç jemi aktiv dhe vazhdojmë me aktivitetet. I zhgënjur nga ky rezultat apo betejë vazhdon? S'ka zhgënjim? As pak nuk ka zhgënjim. Unë mendoj që motivi është edhe më i madh tani, sepse besimi i diku afër 17.000 qytetarëve për të udhëhequr komunën apo një institucion është motivi më i madh të cilin mund ta ketë një njeri në këtë situatë. Kështu që edhe unë, edhe ekipi, edhe koalicioni, të gjithë jemi të mobilizuar maksimalisht për garën e radhës. Mirë, zoti Zenku, në fjalën e kaloj tek ju. Ju si e pat, tani se u flasim për pjesëmarrës në garë, sigurisht kanë ato arsyetimet e tyre se si ishte procesi, pse s'u arrit ose cili ishin arsyet për mos arritjen e censusit. Në këndvështrimin tuaj si e pat? Kush ishte arsyeja që Gostivar nuk arrit censusin në raundin e parë? Gjatë kësaj periudhe nëpër emisionin e për debate janë treguar shumë arsye se pse nuk arrit censusin në Gostivar, por mendoj dhe jam i bindur se një nga shkaqet kryesore që censusi në Gostivar nuk u arrit është bojkoti i heshtur nga subjektet të caktuara politike. Brenda ditës ka pasur thirrje dhe askush nuk mund ta mohon tek strukturat e tyre që të mos dilet votohet për kryetar komune. Eksponent të partive politike që ishin në garë me Valbon Limani dhe AKI-n, pas mbylljes së kutive të votimeve, kanë konfirmuar se census në Gostivar nuk ka. Me thënë, ka pasur, është punuar që të mos arrijë censusi dhe si duket
për 21 vota arritën të keni Mirë, banë kjo tani se kishin kandidatët e tyre, pra do të kenë ftuar edhe kandidatët e vetë, mos vë të thonë. Duke e ditur situatën politike në Kosovë, duke i parë sondazhet, duke e parë edhe fushatën që zhvilloi, fituesi realisht ishte para kohë. Edhe kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja kryesore pse edhe nuk ishte shumë motivim dhe lëvizje gjatë fushatës, për arsye se kur punët janë të qarta, dihet se kush votohet, ka dhe votues të AKI-s dhe përkrahas të AKI-s që nuk janë angazhuar aq shumë, duke e ditur se puna e kryetarit të komunës është kryer, Valvani fiton. Janë më tepër, do thotë, shkaqe, por besoj se për 21 vota të mos arrihet cenzusi, thirrja për bojkot e ka dhënë atë frutin e vet. Mirë, tani zoti Limani me sa e di nuk ka census më në 11 janar, megjithatë deri në 11 dhjetor do duhet të dorëzoni kandidaturat. Por para se të vim deri këtu, është çështja e emërimit të besuarve të qeverisë në këto 4 komuna ku nuk arrit censusi. Një ndër ata jeni dhe komuna e Gostivarit. Para se të pyes për çështjen juridike, aspekteve ligjore, pse po i vonon qeveria këto ushtrues detyre? Që unë nuk kam në një kështu përgjigje konkrete, por mendoj që ndoshta kanë idenë që të arrije që për këtë periudhë të shkurt deri më 11 janar, ndoshta të sensibilizon apo të mobilizon strukturat e veta me atë që ja ne kemi një komunë në moment dhe pretendojmë që në të njëjtën të vazhdojmë të udhëheqim pushtetin lokal. Ndoshta gjithashtu mund pretendojnë që ja do të nxjerrim dokumente, kontrate kështu me radhë, gjithë ajo që bisedohet, por unë e kam përmend edhe në disa emisione tjera. Gjithsesi unë do ta pranoj çdo vendim, por të drejtën tonë do ta kërkoj deri në fund. Mirë, po pse po e vonon qeveria? Është çështja, në qoftë se ka qëllimin që imazhin tuaj ta njollos, në qoftë se mund të them kështu me ato kontrata që po pretendohet të gjëra të tilla, pse po nuk emëron akoma ushtrues detyre? Po nuk e di, ndoshta i kanë edhe ato dilemat rreth asaj se sa mban juridikisht të emërojnë një të besuar të qeverisë. Ndoshta edhe nuk besoj që ka ndonjë personalitet në Gostivari i cili do të kishte pranuar që ta bëj këtë punë dhe duke ditë edhe mentalitetin e qytetit tonë, por edhe përgjithësi qyteteve tjera, ndoshta e kanë edhe drojën se gjithmonë do të mbahen mend si të besuaret e qeverisë apo të pushtetit. Presim ishte se këtë të martë kishte qeveria seancë, nuk kishte gjë të tillë, thanë që të martën tjetër do të ketë diçka. Ne do të presim çfarëdo vendimi që të sjellin, ne kemi bërë planin tonë se si do të veprojmë dhe deri në fund do ta kërkojmë të drejtën tonë, jo për atë se unë si emër i përveçëm, si individ nuk du të lëshoj postin e kryetarit të komunës, por veç për të përdeftuar se ligjet dhe drejta dhe normat duhet të respektohen nga çdo kush. Po keni frikë nga një ushtrues detyre në qoftë se vjen në krye të komunës Gostivarit? Jo, as pak, unë kam thënë në emisione tjera, s'ka asnjë problem, unë mund edhe t'i asistoj nëse mendojnë se duhet diçka, lirisht do t'ju asistoj për gjithë ato të cilët i intereson atij ushtruesit të detyrës, shumica e proceseve, gjithë gjërave janë transparente sepse punohet me sisteme elektronike, kështu që nuk ka ndonjë, unë mendoj që më tepër është një show për t'i mbajtur aktiv aktivistët dhe simpatizuesit e tyre se do ndodh diçka e madhe, por ja do vije Marta, do vije edhe Marta tjetër, do të shohim se çfarë. Ne do shohim në qoftë se bëhet fjalë për show ose jo. Do jemi të gjithë dëshmitar. Zenku, juve si u duket tani? Kjo që thot zoti Limani mbase ata taktizojnë, qeveria kishte për këtë javë për të shpallë emrat në mbledhjen e të martës, por kryeministri dje, jo më larg se dje, tha që martën e javës që vjen mbase së bashku me ata rikonstruimin e qeverisë që pritet të bëhet ose për emrat vakante që duhet plotësohen, do të ketë edhe emërues ushtrues detyre kryetar komunal këto 4 komuna. Po bëhet kjo lëvizje për show, po bëhet kjo lëvizje sepse nuk kanë një kandidat për ta gjetur ushtrues detyre, apo taktizon qeveria dhe në rreshta ne nuk arrim ta lexojmë se pse po i vonon. Realisht çështja e për organizimin e zgjedhjeve të çrregullta ose zgjedhjeve të
plotësuese për të arritur deri te kryetari i komunës Gostivarit rrjedh. 60 ditë që më se çdo ditë sfoglohet, një pjesëmarrje i qeverisë mund të vijë në komunën e Gostivarit, por me ndalesa të theksuara ligjore. Njerëz si ushtrues detyrë, si administratori i besuar i qeverisë, nuk ka kompetenca të plota për qeverisur me komunën e Gostivarit. E para, e dyta, edhe shpallja e zgjedhjeve edhe aty ka ndalesa ligjore për funksionimin e pushtetit lokal. Do thotë kryetari i komunës që ushtruesit e tyre që mund të vinë në komunën Gostivarit do të vinë me duart e lidhura, nuk do të ketë kompetenca asgjë përveç se të nënshkruajë rroga dhe ndonjë punë tjetër të vogël administrative. Duke pasur këtë se ata nuk vinë me një pushtet të theksuar, bëjnë ndonjë ndryshim, bëjnë punësime, largojnë nga puna njerëz, këta nuk i mundson ligji të veprojnë sillën kështu. Ndoshta edhe kjo ka qenë një nga arsye se ata nuk e shpërshpejtojnë punën për të arritur deri te ushtruesit e tyres, sepse vjen një simbolikisht ta quajmë një kukull që nuk do të ketë asnjë formë. Po mirë tani kur e dëgjojmë Bleni që thotë të dy komuna do i kthejmë, do i marrim. Partitë politike atë punë kanë, do të thonë vazhdimisht motivojnë njerëzit, thirrën se do të fitojnë zgjedhjet, por realiteti në Gostivar është shumë i qartë. Dallimi mes votave, kandidatit që aktualisht u drejton komunën dhe dy kandidatëve që nga bloku opozitar ishte shumë i madh. 4-1. Por të thënë ky rezultat brenda 60 ditëve do të ndonjë mrekulli. Do thonë është e pamundur të thihet ky rezultat 17.000 vota përballë 5.000 votave. Gostivar nuk mendoj se ka ndonjë motiv për të vepruar, por tash për të plotësuar një kriter ligjor mund të caktojnë emër, edhe pse detyrimisht duhet ta them se edhe po që se caktuan një emër në Gostivar ajo është jo ligjore, nga fakti se komuna e Gostivarit ka një ushtrues të tyre me vendim të Këshillit të Komunës, në 3 komunat e tjera Vrapshisht, Mavrov, Rostush dhe Qendër Zhuk mund të emrojnë, sepse edhe ligji ka hapësirë për të emëruar, por në Gostivar veç më kemi një ushtrues të tyre prej para një viti dhe ka mandat deri në zgjedhjen e kryetarit të ardhshëm. Po si e komenton që tani se duhet ta pjesë zotin Limani, por megjithatë është zgjedhur ushtrues detyre nga përbërja e kaluar e Këshillit Komunal. Tani këtu ligji mund ta interpretojmë si duam ne. Përbërja e kaluar nuk janë emër të përveçshëm që sot më nuk janë aty. Vendimi është i Këshillit të Komunës së Gostivarit. Çka themi ne për vendimet që ka sjellë qeveria Zaev dhe tash është qeveria e Mickoskit, nuk vlen ato vendime që kanë marrë formë ligji. Nuk mund të themi se tash kaloi përbërja e kaluar me çdo vendim që sjell aty, çdo plan general urbanistik që ka sjellë ai Këshilli nuk vlen më. Ato janë vendime që sillet dhe ngelin. Janë marrë në emër të Këshillit të Komunës së Gostivarit, jo në emër të këshilltarëve aktual që kanë luajtur rolin e këshilltarit. A ju shqetëson kjo gjë që ndonjëherë oponentët politiku përmendin që nga përbërja e kaluar e Këshillit jeni zgjedhur ushtrues detyre dhe me atë që keni thënë do ta apeloj vendimin nëse vjen një ushtrues detyre në gjykatën kushtetuese. Pse e fundit gjykata kushtetuese do të vendosë në për ju? Jo, as pak nuk më shqetëson, po, është e saktë se Këshilli Komunal më ka votuar mu, por më ka votuar në bazë të ligjit për veçëvërisje lokale në Eni 4, i cili thotë se në atë moment kur përzgjidhet njëri nga radhët e këshilltarëve të Këshillit Komunal të ushtrojë detyrën e kryetarit të komunës së Gostivarit, ai ka mandatin derisa të zgjidhet një kryetar i ri në zgjedhje të rregullta. Dhe ky nen është shumë i qartë dhe me këtë rregullohet kjo çështje. Tani të gjithë interpretimet e ndryshme se ka qenë Këshilli i vjetër, tash kemi Këshill të ri, janë hapësirë në të cilën normalisht manevrojnë të gjithë ato të cilat nuk e di për cilat arsye duan ta bëjnë këtë veprim, por prapë do ta them, nuk bëhet fjalë se unë me çdo kush du të mbes deri në zgjedhjet e 11 janarit të ushtroj detyrën e kryetarit të komunës, por unë gjithmonë kam qenë i thtarr që për të drejtën duhet deri në fund të shkohet dhe të luftohet dhe i vetmi motiv i cili më shtyen është që për këtë çështje drejtësinë ta çoj deri në fund. Edhe besoj që drejtësia është në anën tonë dhe as pak nuk ka të bëjë me atë se a do ta ushtroj unë detyrën deri më 11 janar ose nuk do ta ushtroj. Mirë, tani ju besojmë mbeteni kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për përsëritjen e zgjedhjeve, apo? Po, unë do të jem kandidat i Aleancës Kombëtare për. Dhe si mendoni rezultati do të jetë në përsëritjen e zgjedhjeve? Tani Aleanca Kombëtare për Integrim po duket që po shpërbohet. Do ndikojë kjo në rezultatin zgjedhor? Unë nuk mendoj se Aleanca Kombëtare për Integrim po shpërbohet.
Ka një postim i krahut zotëri Zjadin Selës para mbajtjes së këtyre zgjedhjeve të përsëritura, por Aleanca Kombëtare për Integrim vazhdon të funksionojë me koordinime të rregullta dhe koalicioni funksionon si më mirë. Se a do të ndikoj, prapë do të them 11 janari do të tregoj dhatë dhe gjithsesi qytetarët do të tregojnë mbi gjitha se si do të jenë rezultatet. Ne jemi optimist në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, më veç e formuam edhe këshillin, zgjodhëm edhe kryesues këshilli, kështu që do të vazhdojmë të punojmë sikur asgjë të mos ketë ndodhur dhe gjithsesi do të përgatitemi paralelisht edhe për 11 janarin, ditën kur janë caktuar zgjedhjet lokale. Zengur, tani kur e dëgjojmë zotin Limani, thot ne jemi në rregull pavarësisht asaj që krahu i Selës doli nga AKI. Por megjithatë eksponentë të këtij subjekti politik që janë pjesë e Selës, jo më larg se natën e brëndshme në një debat, po ndëgjoja nga eksponentë të tyre që nuk kanë shkalojnë mundësinë që në Gostivar të kenë dhe kandidaturat e tyre për kryetar komune. Ju si e shihni, mund të ndikojë në rezultatin zgjedhor të AKI-s me këtë AKI që mbetet, në qoftë se zot Limani është sërish kandidat për kryetar komune? Në komunën e Gostivarit kemi një realitet tjetër politik. Aleanca krahu i Zjadin Selës në komunën e Gostivarit nuk ka ndonjë përkrahje elektorale, ka një numër të votash të shpërfillshme kundrejt të subjekteve tjera që vazhdojnë të jenë në AKI. Votat e Aleancës shqiptare të Zjadin Selës në Gostivar numërohen, mos them me numra 3 shifrore. Nëse do të nxjerrë një kandidat, do të jetë vetëm për ndonjë rivalitet të vjetër me krahun tjetër të Arbentar Avarit, por rezultati do të jetë dëshpërues për kandidatin dhe për subjektin që do ta nxjerrin si kandidat për zgjedhje, nga fakti se ata dinë se çfarë peshë dhe çfarë fuqie politike kanë në Gostivar. Ata falë bashkëpunimit me Aleancën Kombëtare për Integrim arritën të nxjerrin 2 këshilltar komunal, të cilët jam i bindur që vetë po të garoshin nuk do të mundeshin ta konkretizojnë edhe me një këshilltar komunal, jam më të nxjerrin një kandidat dhe të pretendojnë se do t'i fitojnë zgjedhjet. Mirë, po tani në rregull, ato 2 këshilltar mbase në periudha të ardhshme mund të bëhen problematika, po për këshillin për funksionimin, se është shumicë fikse, 12. Kjo që thua ti është e vërtet, duhet edhe ndonjëherë t'i themi gjërat edhe në opinion, tendenca ka pasur prej seancës konstituive të ketë ashtu ndarësh ashtu gjëra, u bë si u bë, Valdet Xhaferi u zodh kryesues këshilli, duhet ta pranojmë, duhet t'i themi gjëra të hapur, ka pasur tendenca që të mos Valdet Xhaferi të mos arritë të bëhet kryetar këshilli. Këtë tendencë ka u thequr Vleni, do thotë ka pasur pretendime, ka njohur këshilltarët e ri të komunës Gostivarit me postet drejtori ndërmarrjen publike komunale dhe postet e tjera, votoni kundër, mos bëhet Valdet Xhaferi kryetar, do të bëni drejtor ke komuna Leci, do të bëni kryesues këshilli. Ka pasur kështu joshe, por finalja ishte Valdet Xhaferi u zodh kryetari komunës së Gostivarit. E konfirmoni zotin Limani që ka pasur kështu tendenca me 2 këshilltarët e Aleancës së Selës? Tani, të jemi sinqertë, unë kam qenë prezent në atë seancë. Dhe sikur këshilltarët po prisnin kush do bëj shumicë, a do të çuar dora ose jo? Unë mendoj që Aleanca Kombëtare për Integrim këto 12 mandate të cilat i fitoi të gjithë ato 12 antarë të këshillit janë persona të cilat janë të përdoftuar edhe në punën e tyre, por mbi gjitha janë persona me dinjitet dhe besoj që atë, le të themi, obligimin moral që e kanë ndaj votuesit të Aleancës Kombëtare për Integrim, ndaj të gjitha atyre të cilat e dhanë votën për listën Aleancës Kombëtare për Integrim, gjithsesi ashtu edhe do të veprojnë, ashtu edhe vepruan dhe unë besoj fuqishëm që sa i përket Këshillit Komunal dhe këtyre 12 këshilltarëve, do të vazhdojmë të funksionojmë, mendoj se pa problem, sepse fundja të gjitha ato u zgjedhen me votat e dhanura për Aleancën Kombëtare për Integrim.
A ka pas, me siguri që ka pas joshje për çdo njëri nga këshilltarët, për çdo mundësi, edhe për partinë shembull turke, edhe për të qerit, të gjithë kombinatorikat të cilat kanë qenë në lojë, normal se gjithmonë në shtetin tonë, janë këtë raste në komunën tonë, ndodhin këto gjëra, mirë po unë besoj fuqishëm në integritetin personal të gjithë këshilltarëve në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim të gjithë këtyre 12, duke i llogaritur këtu edhe 2 këshilltarët e zotri Zjadin Seles, besoj që edhe në të ardhmen ato të gjithë bashku me këto 10 këshilltarë të tjerë do t'i përgjigjen pozitivisht mbi gjitha atyre të cilët u dhan besimin që ato të na përfaqësojnë në këtë parlamentin lokal, të quajnë në Këshillin Komunal. Mirë, duhet të kaloj pak tani te kandidaturat. Thash që deri më 11 dhjetor është afati i fundit që gjek KSZ shpalli që ju duhet të dorëzoni kandidaturat sërish për garën zgjedhore. Kush prisni të jetë kundër kandidati juaj? Janë përfolur shumë emra në qytet. Po tërë kohës ka kështu, le të them, licitime me emra të ndryshëm, por render nuk ka një emër konkret. Ne, prapë do të them, vazhdojmë me përgatitjet tona, edhe jo që do të ndronë diçka emri të cilën do ta përzgjedhin, cili do emër qoftë i përzgjedhur i koalicionit të vlen. Ne mirëpresim në garën e 11 janarit, ne vazhdojmë me aktivitetet tona dhe me përgatitjet tona, kushdo që të jetë, prapë do të them, populli do ta thotë të veten më 11 janar. Ka shumë emra, mirë po ende asgjë konkrete. Presim, besoj që më 11 dhjetor, gjithçka do të jetë e qartë dhe atëherë do t'i dimë të gjithë emrat të cilat mund të jenë pjesë e garës, jo vetëm si pjesë e vlenit, ndoshta mund të ketë ndonjë kandidat i pavarur, pasi ka filluar edhe afati për mbledhjen e nënshkrimeve që sot. Le të presim 11 dhjetorit do të tregojë gjithçka kush dhe si do të garojnë garën e 11 janarit. Mirë, zoti Zenku, ke emra? Ke dëgjuar vlen me kë do të shkojë? Tani se fokusohemi gjithmonë tek vlen. Po të shikosh votat e VMRO-s ishin më tepër edhe se të vlen, mbas edhe VMRO mund të nxjerrë një kandidat. Tani hipotetikisht po të them, ke emra, ke dëgjuar deri tani dikush që mund të jetë më serioz dhe t'i bëj ballë Valbon Limanit? Emra kemi dëgjuar plot, por në fillimisht do themi do të dalemi te 2 kandidatë që ishin në garë. Mendoj se Visar Ademi, kryetari i kandidati i pavarur, nuk ka motiv për të vazhduar me një betejë tjetër politike, ka shkaku se nuk arriti të grumbullojë ndonjë numër votash që ta stimulonin për të vazhduar garën atje. Kandidati tjetër nga Vleni, po ashtu nuk arriti të bëjë një diferencë votash prej kandidatit pavarur dhe me Valbon Limanin në garë, që të mundet të shpreson se, dhe po të ishin 2-3 vota në pjeqe, do të ishte një mundësi për tentuar edhe një herë, të del në garë dhe të fiton garën. Por diferenca është aq e thellë sa që 2 kandidatët ekzistues nuk mendoj se kanë diçka në dorë për të vazhduar me ato që. Mirë, po emra të tjerë mund të kenë në dorë diçka, dhe tani duhet luaj, VMRO, Vlen, pavarurit, që të bëjmë bashkë bashkë një kandidat për të bërë ballë të këta. Po kush është kandidati më i denj sipas jush? Për gjë nga gara tek e fundit më interesant që populli të ketë këtë zgjedh. Përsëritja e zgjedhjeve do të pasqyrohet edhe me një realitet tjetër, sepse që në raundin e parë kandidati më tepër vota do të jetë fitues para se nuk ka census. Po të ishte një palëzgjedhje me 2 raunda, atëherë VMRO do të mund të nxirrte një kandidat. Mirë, nuk do të harrojmë çështjen që në qoftë se ka më tepër se 2 kandidatura dhe i pari që del nuk i ka 50% plus një vot, në raund të dytë do të kemi. Duke pas parasysh rezultatet e zgjedhjeve që i kishim, nuk pres të kemi raund të dytë, për arsye se diferenca është aq e madhe sa nuk mendoj se të vijë deri aty. Ishin 17.000 vota me një anë dhe 5.000 vota në anën tjetër të 2 kandidatë të tjerë. Tani nuk ka listë për këshilltar komunal. Për bllokun politik Maqedonas dhe për votuesit Maqedonas nuk e di sa do të jetë dita e votimeve një ditë atraktive për të votuar, për arsye se do të kenë në listë 2-3 kandidatë shqiptar që do të dalin të votojnë. Mendoj se ona e votuesve Maqedonas do të jetë shumë i vogël. Nga shkaku se nuk është në listë dhe lista e këshilltarëve, do të dalë votoj për listën e këshilltarëve të partisë që i takoj, pastaj do të votoj për kandidatin për kryetar komune. Nëse VMRO të përmene kishte 5.000 vota për Këshillin e Komunës së Gostivarit, atë numër të harrojmë se nuk do të dalë të voton, nuk ka ndonjë motiv
të madh tek popullata Mirë, maqedonase. duket sikur VMRO-ja gjithmonë atë elektoratin e vet e mban, nuk është se tjetë ndonjë subjekt tjetër politik e besoja 100%, po ke VMRO në qoftë se 100% nuk i nxjerr 80 në base i nxjerr. Nuk janë pak. Por rrethi i parë i zgjedhjeve që dështohen tregoj të kundërtën e asaj që e themi. Për arsye se 5.000 votat e VMRO-s që u morën për listën e Këshillit të Komunës së Kosovërit nuk ju faturuan kandidatit që përkran, kandidatit Vlenit. Mund të kenë shku një pjesë edhe te i pavarurit. Mund të kenë shku një pjesë edhe te Valbon Limani. Si kemi në xhep votat pastaj. Ka pas edhe Levica kandidatin e vet, edhe ati mund të kenë shku, por 5.000 votat e VMRO-s nuk shkuan në paket te kandidati i Vlenit. Kandidati i Vlenit arriti të marrë vota që realisht atë vota sa morë lista e Vlenit dhe pak të vota më tepër, të thotë nuk kishte një tingje të madhe të votave të VMRO-s që do të përshkonin. Nuk ka ecur koalicioni, thoni ju, kjo kombinatorika në Gostivar, se diko tjetër dukesh që ecë më mirë Vlen VMRO. Për Gostivar ka një realitet tjetër, VMRO DPMNE ka qenë në qeverisje në komunën e Gostivarit, me partinë që tenton sërish të fiton komunën e Gostivarit, dhe kjo ka qenë një motiv se ata anëtarët e VMRO DPMNE-s në Gostivar e njohin më mirë realitetin politik te vendi i tyre. Kam punu me kryetarin aktual të komunës Gostivarit, e kam parë sinqeritetin e tij, bashkëpunimin si e kam pasur, ka qenë bashkëpunim korrekt, dhe ata tash nuk do të thotë se i urdhëron lideri prej Shkupi dhe ato blanko totalin do të votojnë. E lën një derë hapur bashkëpunim. Një derë hapur gjithsesi dhe mendoj se çështë do të jetë edhe në zgjedhjet e ardhshme. Zoti Limani, se nuk e kisha ndërmend të pyetje, po tani këto njerëzit e VMRO DPMNE-s të koalicionit i ke akoma apo i ke shkarkuar më? Po tani pas jemi në proces zgjedhor, siç e dim atë që përmendi edhe Dritani pak më herët, nuk ka mundësi për të bërë lëvizje të tilla, po gjithsesi ne ende kemi një përbërje e cila është rezultati i asaj marrëveshjes para 4 vite kur zotri Taravari u zgjodh kryetari i komunës. Pas zgjedhjeve të 11 janarit do të ulemi bashkë si Aleancë Kombëtare për Integrim dhe do të bisedojmë gjithë çështjet. Ka bashkëpunimi hapur për VMRO? Po, unë nuk mund prej kësaj kështu distance kohore të them se ka apo s'ka, por pas 11 janarit prapë do ta them para se gjithash ne do ta bisedojmë këtë çështje në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim dhe pastaj gjithë së bashku do të sjellim një vendim të duhur. Kjo çështje që u stërgjat çështja e zgjedhjes së kryetarit të komunës në Gostivar, financiarisht si qytet sa jemi dëmtuar? Financiarisht unë mendoj diku se jemi dëmtuar, nëse nuk gaboj, prej 400 deri 450.000 euro, të holla me të cilat pushteti qendror apo pushteti lokal pa marrë parasysh se prej ku vinë ato të holla, sepse janë të hollat e qytetarëve tanë, do të kishte mund të plotëson shumë shpërastira apo shumë nevojat të cilat i ka Gostivari apo ndonjë komunë tjetër. Mirë po ja, për fat të keq, ndodhen kjo që ka ndodhen edhe qasja ishte e tillë që edhe pse mungojshin 21 votë, edhe pse ndoshta mundeshte të tejkalohet kjo situatë, jemi aty ku jemi dhe ky harxhim do të paguhet nga taksa paguesit, nga qytetarët tanë. Po e mbyll të pjesë të parë, zoti Zenko, me ju, tani dëmi financiare dëgjuam kush është, po dëmi politik që po i bëhet Gostivarit, ka dëm politik, sikur Gostivari gjithmonë po lihet në një test, në një analizë nga subjektet politike, po i ndodh kështu që her pas here dhe vullneti i popullit të dhunohet, le themi. Po, Gostivari pasqyrohet, do thotë është e vërtetë se Gostivari disa janë bërë manovra të tilla politike për llogaritë të qeverisë qendrore, por kësaj radhe mendoj se diferenca është aq e madhe, saqë nuk do të mund të kalohet ndeku dhe të arrijë ndonjë qëllim që vjen nga lart. Kryetari i komunës Gostivarit që për momentin udhëheq komunën e Gostivarit doli në garë dhe mori të thotë një numër shumë të madh votash, saqë nuk do të mundet të kalohet atë shpejt dhe të instalon ndonjë kryetar komune i preferuar i qeverisë. Kjo është një pika e parë. Pika e dytë, dëm politik ka. Kur kemi organizim të zgjedhjeve ka ndalesa ligjore, vëret tek bizneset, vëret te administratat, vëret te popullata që aktiv që janë në politikë, duhet të ndiqen tubimet partijake, duhet të Realisht popullata sikur vazhdimisht po pret çfarë do ndodh, se edhe përditshmëria në është bërë zgjedhje kur do kemi kryetarin. Vendimi për ta lënë Gostivarin në këtë situatë ripërsëritën zgjedhjet ka efekt, por
mendoj se 11 janari do qetë periudha e fundit kur festivali do të rikthehet aty ku ishte. Mirë, bëjmë shkëputjen pak publicitare, rikthehemi sërish në studio për të diskutuar se çfarë na sjell 11 janari, por dhe çfarë na ka sjellur zgjedhjet lokale, të cilat mbaruan më 2 nëntor në shumicën e komunave në vend. Rikthehemi pas pak, qëndroni me ne. Mirë, të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë të emisionit Politika këtu në televizionin Globi, për të gjithë ju që bëni bashkë me ne në këto momente. Mua në studio është zoti Valbon Limani, ushtrues detyre kryetari i Komunës Gostivarit, i cili e konfirmoi zyrtarisht dhe sonte që do të jetë sërish kandidati AKI-s për kryetar komune në zgjedhjet që përsëriten më 11 janar, dhe Driton Zengu, kolegi im, gazetar. Zoti Zengu, zoti Limani e lam tek çështja e asaj se çfarë sollën zgjedhjet lokale për qytetin e Gostivarit, nuk arrit censusi, do kemi sërish përsëritje të zgjedhjeve dhe në 3 komuna të tjera. Tani çështja është, zoti Limani, ju si e pat procesin zgjedhor në përgjithësi me ato rezultate që kishim, qoftë te bloku politik maqedonas apo ta i shqiptar. Çfarë nuk shkoi një herë fillimisht me Aleancën Kombëtare për Integrim që bëri këtë rezultat? Besoj nuk e keni pritur. Jo, nuk e kemi pritur. Zgjedhjet lokale janë pak më specifike për dallim prej zgjedhjeve parlamentare, ku është çështje matematikore dhe çështje numrash, si dhe çështje koalicionimeve të ndryshme. Por përveç kësaj, Aleanca Kombëtare për Integrim ndoshta në këto zgjedhje bëri gjithçka si duhet, por ndoshta një prej arsyeve ishte edhe për zgjedhja e emrave të kandidaturave në disa komuna të caktuara, ku luajti rol dhe të gjithë e pam se sa luajti rol në disa komuna për zgjedhja e kandidaturave, por padyshim që kishte sulme nga të gjithë anët, dhe duke ditë se si shkon në shtetin ton, partia e cila gjithmonë është në pushtet, shfrytëzon resurset të cilët i ka pushteti dhe shteti, duke i kombinuar, duke i gërshetuar të gjithë këto rrethana dhe të gjithë këto shkaqe, rezultati doli ai të cilën e pam më 2 nëntor. Padyshim kjo mendoj që është një mësim i mirë dhe duhet të jetë një mësim i mirë për Aleancën Kombëtare për Integrim, dhe duhet të bëhet një analizë mirëfillt se çka dhe si ndodhi, me të vetmin qëllim që e njëjta të mos përsëritet edhe në të ardhmen. Do të them se ishte gërshetim i shumë arsyeve pse rezultati doli i këtill, dhe ka shumë për të biseduar dhe për të analizuar, dhe besoj që organet
partijake të koalicionit do ta bëjnë këtë, por tani ne kemi edhe dy betejë për komunën e Gostivarit dhe për komunën e Vrapçishtit, të cilat duhet t'i përfundojmë së bashku dhe pas kësaj gjithsesi të ulemi dhe të analizojmë se çka dhe si duhet të përmirësohet për zgjedhjet e ardhshme. Po mirë, tani koalicionet gjithmonë formohen për cilën një rezultat pozitiv. Në këtë rast, tek ju nuk ishte pozitiv rezultati. A duhet vazhdoj AKI edhe pasi të përfundoj le të themi gjithë procesi zgjedhor? Këndvështrimin tuaj nuk them që Këndvështrimi im rezultati nuk them që nuk është pozitiv duke i parë numrat të cilat i fituam në këshillat komunal dhe numrat të cilat si të tillë janë shumë më tepër se koalicioni vlen të cilat i fitoi, po prap do të them kombinatorikat e ndryshme sa i përket kryetarëve të komunave sollën që rezultati të jetë i këtill në përzgjedhjen e kryetarëve të komunave. Ka edhe disa elemente të cilat luajtën rol, padyshim duhet përmendur se në të dy, në të tre taboret ka pas votues, jo aktivist, por votues të cilat nuk e kanë mirë prit, nuk e di sa mund tjetë në përqindje, mirë po evidente është se një pjesë nuk e ka mirë prit, duke e ditur të oponencën politike cila ka qenë me vite, ja shumë në Gostivar ne kemi pas 8 vjetë oponencë politike, edhe pse Gostivari ndoshta është një ndër, unë do të them rastet e mira ku koalicioni ka pas një kohezion shumë të mirë, të shkëlqyeshëm dhe kemi vepruar të gjithë së bashku gjatë kampanjës edhe gjatë ditës zgjedhore. Aleanca Kombëtare për Integrim si koalicion, unë mendoj se duhet dhe patjetër të vazhdon, edhe prap do të them pas mbarimit të zgjedhjeve lokale në Gostivar dhe në Vrapçish, duhet të vazhdon dhe edhe me më tepër motiv të përgatitet për zgjedhjet parlamentare, kurdo që të jenë ato, sepse është një nevojë e cila i nevojitet të shoqërisë këtuaj, po shoqërisë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Zengu, beslidhja e AKI-s si duket të popullin nuk kaloi. Tani po e dëgjojmë përfaqësuesit të Aleancës Kombëtare për Integrim gjithmonë thirrën atë, po ne i fituam këshillat komunale. Megjithatë, në fund të ditës ne numërojmë kush ka më shumë komuna që do t'i menaxhojë. Nuk kaloi AKI te popullata për shkak të kësaj që thotë vetë zoti Imani që deri dje oponent dhe tani i shef në koalicion bashkë nuk ishte e natyrshme, apo mbase kishte edhe kjo narrativa që ndërtoi AKI se po bëjmë një referendum, po përgatitemi për zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që qytetari nuk i ofron asgjë në nivel lokal. Cila nga këto dyja më shumë mund kishte peshuar që të shojë që AKI mos bëja atë rezultat që këto prisnin? Në një shtet demokratik të mirëfillt, po të kishte një garë të shëndosh, të zhvilloj një betejë sinqert mes partive maqedonase me një anë dhe partive shqiptare në anën tjetër, mund të flitshim për këto parime. Por në Maqedoninë e Veriut, në një shtet me këtë standard demokratik, nuk vlen kjo, nga shkaku se Aleanca Kombëtare për Integrim ishte luftuar nga vleni në një sy periferik. Aleanca Kombëtare për Integrim në Maqedoninë e Veriut kësaj radhe u luftuan nga VMRO-TPM-ne, qeveria dhe shteti. Pse them këtë? Eksponent të VMRO-s, duke filluar nga kryeministri Mickoski, e ka pohuar edhe publikisht se këto zgjedhje nuk janë vetëm lokale, kanë qëllime qera më madhore, që në 10 raste e ka pohuar edhe ai edhe eksponent të koalicionit të VMRO-TPM-s nga bloku Maqedonas, të luftojmë Ali Ahmetin, të luftojmë BDI-n dhe AKI-n. Dhe luftuan. E luftuan deri në fund. Dhe këto thonin që ta luftojmë do ta ndalim. Po, edhe kjo po nuk e ndalin. Po. Tani AKI-ja nga një pozicion opozitar, mendoj se as ka mundur të bëj. Janë parti opozitare dhe me një shtet demokratik, me një nivel të tillë të demokracisë, rregullat e lojës bien në ujë. VMRO të punë e tregoi dhëmbët e vet, luftoi në çdo qytet, në çdo vendalim, në çdo komunë, AKI të dështon. Edhe kësaj radhe fitoria e Vlenit, sinqerisht mund ta quaj si fitoria e Piros, nuk mund të krenohet se kanë fituar komunat ku multietniku ku ka dhe votues Maqedonas që me votet e tyre të terminohet fitimi. Po për herën e kemi pasur këtë gjë, nuk është që hera e parë ndodh. Pra në të kaluar votat e shumicë, le të themi Gostivarin,
Votat e pakicave kam bërë kryetar komune, dieshte se kush i ka ato vota do i fitoj zgjedhjet. Kështu që është një parim kjo që ka ndodhur gjithmonë dhe s'ka të fshehur këtu VMRO Vlen që kam bashkëpunuar. E përmende mirë, thaj që është parim, por kësaj radhe kishte një parim sistematik. Ka rregulla të tjera të los kësaj radhe, nuk vlet vetëm për komunën e Gostivarit, ka vlet në gjithë nivel në Maqedoninë dhe tani çka shohim, çka zgjidhen strukturat nëpër komuna, shohim se çfarë përzgjedhje bëhet. Në komunat e Tavës kemi Telasha, nuk mund të zgjedhet kryesuesi i Këshillit, për arsye se VMRO të Pomonë kanë nxjerrë, domethënë kushtet e veta. Në Përvenicë Po tani të jap votat normalisht që do të marrë mbrapsht diçka, ajo është shumë normale. Flasim për demokraci të zhvilluar, ama në qoftë se duhet të jetë një kryesues Këshilli Maqedon, nuk e duam. E votat për të bërë kryetar komune një shqiptar i duam. Tani e njëjta gjë më duket kështu, unë tani se s'mbajmë anas maqedonasve shqiptarëve. Por ne kur formojmë një qeveri dhe rastin e fundit kryeministër kemi bërë Mickovskin, kur e bëje krye parlamentari një shqiptar, si na vjen edhe shqiptarëve? Këtë dakord është. Pse nuk vlen edhe kjo rregull në Korçov? Pse nuk vlen rregulli në Përvenicë? Komuna e Përvenicës është me 70% popullat shqiptare. E fiton VMRO me përkrajnë LSDM-s komunën dhe me shihet shqiptare që edhe votues të vlenin. Po ç'bën pala Maqedonase që shqiptarët janë? Dhe tani kryesuesi i Këshillit është zgjedhur Maqedon në Përvenicë. Drejtori ndërmarrës është zgjedhur Maqedon. Mini komunës ku 70% janë shqiptarë. Pse nuk vlen ky parim atje? Pse nuk vlen në komunat në Butel? Pse nuk zgjedhet kryesuesi i Këshillit shqiptar në Butel? Pse shqiptarët janë bashkë? Pse në Korçov u zgjodh një bëjmë presion shqiptar? Jo shqipfolës në Korçov. Zgjedhet kuadri i Vlenit, por që nuk është shqiptar. Do thonë tendencat janë shumë të qarta kësaj radhe, VMRO të Pomonë ka pasur një mision dhe siç duket me përkrajjen e Vlenit ja ka arritur që të realizojë. Kjo është gara, do të fiton njeriu, prandaj e garon. Zot Limani, BDI as shon. S'po shon njeri që po del nga ju dikush për posteje dhe të flas për këtë çfarë ndodhi. Pse është e gjithë kjo heshtje tek BDI dhe ASH e zotit Taravari? Do i ftosh në mision, figurat kyçe zvin, refuzojnë, sigur janë larguar pak nga publiku tani për tani. Unë nuk do të kisha thënë se ka heshtje, sepse në disa emisione edhe në nivel lokal, po edhe në kombëtar, ka pas eksponent të Aleancës Kombëtare për Integrim, qofshin ato të BDI-s apo të ASH-s, normal të cilët... Më shumë shoh deputet, si sa... Po mirë, ato janë eksponent të Aleancës Kombëtare për Integrim, prandaj edhe më tepër ato dalin nëpër mediume për ta biseduar gjithë këtë që ndodh. Unë nuk do të them se ka heshtje, prap do të them ka koordinime në media, normal dalin më së shumti deputetët, por dalin edhe eksponent tjerë të partive politike. Nuk ka heshtje, tani na pret kjo periudha e përgatitjes për zgjedhjet e 11 janarit, domethënë në Gostivar dhe Vrapçish, si dy komuna ku në pretendon Aleanca Kombëtare për Integrim ti merr. Dhe pasaj besoj se do të vazhdojnë aktivitetet me të njëjtin intensitet, sepse besoj që deri në janar do të dihet se çka do të ndodhë në vitin 2026, a do të jetë vit zgjedhor apo nuk do të jetë, por do të ndodhin ndoshta edhe do ketë edhe momente tjera ku do duhet të përflitet pak më zëshëm për integrimin e shtetit tonë në Bashkimin Evropian, procesi i cili është ngulfatur diku dhe askush nuk flet zëshëm për atë, por të gjithë e defokusojnë opinionin diku tjetër, por gjithsesi edhe për situatën financiare të shtetit, duke ditë me të gjithë problemet me të cilat ballafaqohet shteti jonë, kështu që do të jetë periudhë dinamike ku Aleanca Kombëtare për Integrim do të flasë edhe më tepër. Tani na ka mbetur ta përfundojmë procesin zgjedhor të zgjedhjeve lokale më 11 janar dhe pas asaj gjithsesi do të ketë edhe aktivitete tjera. Çfarë ishin analizat e mbrëmshme në mbledhjen e partisë? Kishit një mbledhje duket. Jo, ishte analizë rreth procesit zgjedhor dhe rreth përgatitjeve tona për komunat e Gostivarit dhe Vrapçishtit për zgjedhjet e 11 janarit, si do të rrjedhin aktivitetet e kështu me radhë, asgjë jashtë asaj të cilën e bisedojmë rregullisht në mbledhjet e partisë. Dhe si keni situatën në Vrapçisht përpos Gostivarit? Po, situata në Vrapçisht është e ngjashme si në Gostivar, atje dallimi e dim ishte 12-1, edhe pse Vleni kishte kandidat,
edhe pse atje ishte pak më e dukshme thirrja për bojkot në komunën e Vrapçishtit, duke ditë se gjasat për të fituar janë shumë të vogla. Kështu që besoj që edhe në Vrapçisht do të përsëritet e njëjta, do ndodhte e njëjta e cila ndodhi më 19 tetor, edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar, si Aleancë Kombëtare për Integrim, jemi të bindur që do të korim fitore. Zengu, si e sheh punën e BDI-s, le të themi, që ka paralajmëruar pas këtyre zgjedhjeve, që është, le të themi, edhe gjë normale që partitë politike thrasin dhe kongreset e tyre pas një cikli zgjedhor kur mbahet, që kanë paralajmëruar për shkak dhe të rezultatit, mbasi që imponojnë që do të ketë një kongres dhe ku duhet të ketë reforma. Do të reformohet partia e Zotit Ahmeti apo do të shohim fasadë sërish? Po, realisht BDI-ja është shumë më herët të mba kongresin, po për shkak të proceseve zgjedhore është prolonguar. Tani kryen kushtet për të mbajtur kongresi i rregullt. Do thotë nuk bëhet fjalë për ndonjë kongres të jashtëzakonshëm, është kongresi i rregullt i Bashkimit Demokratik për Integrim. Realisht nëse do të përmendim reforma në BDI kanë filluar të ndodhin shumë më herët. Shikoni politikanët e BDI-s përveç leadershipit të partisë dhe politikanët që e përbën sot vlenin. Nëse mund t'i krahasojmë për shembull Bilal Kasamin me Valdet Xhaferin Gostivar, tani do të parashtrojmë që kush është kuadri i ri dhe kush është kuadri i konsumuar. Nëse do të bëjmë një krahasim mes Izet Mexhitit dhe ndonjë kuadri tjetër të ri të BDI-s, shembull Krishnik Bekteshit ose dikujt tjetër, atëherë do të bëjmë një krahasim ku duhet ndodhë reforma. Te Vleni ose te BDI-ja. Po këto dolën nga BDI-ja sepse s'ishin gnaqur, sepse kërkonin një farë lloj reforme. Në BDI janë instaluar gjeneratat e reja të politikës. Po nuk kanë vendimtarë, më duket se. Tash pjesa është kjo, do të duhet të fuqizon ato dhe të kemi edhe një friski tjetër. Domethënë, aty ku janë vërejtur defekte, ku nuk ka pasur rezultate të mjaftueshme, do duhet të bëhet një kombinim. Mirë po, mendoj se BDI i ka hapur dyert për gjeneratat e reja dhe sot kemi në skenë politikan Faton Pollozhanin në Struk, Faton Ahmetin Tetov, në Tibër Arbër Ademin, në Kumanov, në Korçov kemi Krishnik Bekteshin, do thonë veç kemi një garnitur të re të politikanëve, kjo do të duhet të kombinohet edhe në vendbanime tjera dhe të shohim një BDI më të reformuar. Po pse BDI dhe Zoti Ahmeti këto figura që i përmendët nuk u dha mundësinë që të shohim se peshojnë në elektorat, në zgjedhjet lokale? Sigurisht Alia Ahmeti, BDI-ja dhe partitë presin që shumë shpejt të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe ata figurat kyçe të partisë. A do a jap këtë dëshirë të kahmoqshme Mickovski, do e shohim. Megjithatë, mua më intereson nëse vërtet ju sinqerisht e ndjeni që BDI përfundimisht do të ketë një reformë të mirëfillt, mbase edhe një ribrendim si subjekt politik. Diçka nuk shkon atë subjekt politik, tash për tash. Realisht, Bashkimi Demokratik për Integrim del nga një pushtet 22 vjeçar. Tash tranzicioni në opozitë ka bërë të vetëm. Shikojmë çdo ditë figura të vjetra të BDI-s që kanë mbajtur poste 10-15 vite politikën e BDI-s, sot kalojnë në anën tjetër. Rasti i fundit kemi paralajmërimin se Muhamet Hoxha do të bëhet ministër i ri. Do thotë zëdhënësi i qeverisë në kohën kur gjithmonë ka qeverisë BDI-ja, sot kalon merr një post në kuadër të koalicionit Vlen. Ky tranzicioni i BDI-s nga pushteti në opozitë kalon pasojat e veta. Njerëzit që janë mësuar të mos mund të funksionojnë pa pushtete kanë shumë rënd dhe tash do thoj filtrimin në BDI. Ka shumë kuadra që distancon nga Bashkimi Demokratik për Integrim për të vetëm motiv, kalojnë tek partitë në pushtete të marrin pozicione. Zhvillimet në Struk e dëshmuan këtë, ish kryetari i komunës Ramil Smer lëvizje që i bëri, po edhe në komuna tjera, edhe në vendbanime tjera. Vëret një gjë, funksionarët njerë funksionar çdo herë funksionar, që e përkrajnë këtë teori, e kanë të pamundur të mbjetojnë në opozitë. Edhe këtu, për momentin kjo ndodh në BDI. Një grupacioni i madh në BDI është duke bërë këtë lëvizje, dhe kjo sigurisht se ka kosto edhe për partinë që në të kuptim bën pastrimin, po edhe për partitë e vjetra që për momentin janë qeveri, u shohin ajrin, por pastaj do të shohin pak më të tjerë. Mirë, kush do shoh pasojë do e shohim deri në fund. Zot Limani, për tani kur jemi të këto çështje pasojë shkak Alanca për shqiptarët në 3 pjesë, shkohen që të bashkohen? Që të bashkohemi. Kështu do të them, jo se u mendova shumë, por mendoj që
të gjithë këto, themi, ndarjet, thyrjet të cilat u bën në këto dy vitet e fundit, normal se dëmtuan shumë Aleancën për shqiptarët si parti politike, e cila atë kohë ishte lider në opozit atëherë, dhe këto dy ndarjet të një pas njëshme t'i quaj, njëherë para zgjedhjeve parlamentare, kur Zotri Zjadin Sela bëri lëvizjen dhe krijuan Frontin Evropian me BDI-n dhe partitë tjera, ndërsa ne mbetëm si pjesë e Vlenit, dhe pastaj ndarja e dytë kur ne vendosëm pas të gjithë asaj që ndodhte në qeverisjen në këtë pushtet, të largohemi dhe një pjesë mbeti në atan, e kam bërë të veten, rreth asaj se a do të bashkohemi dhe si mund të bashkohemi. Unë mendoj që gjithmonë është mirë, jo vetëm për Aleancën për shqiptarët, por në përgjithësi për faktorin politik shqiptar, që të kemi sa më pak ndarje. Këtu duke përfshirë edhe Aleancën për shqiptarët, sepse duke ditë sistemin zgjedhor këtu në Maqedoni, e dim që gjithmonë çdo ndarje e jona apo e faktorit politik shqiptar shkon në dëm të shqiptarëve dhe është evidente ajo. A ka kontakte, a ka bisedime, po gjithsesi, sepse edhe pa mos dash, ne të gjithë kemi vepruar në një parti politike në një kohë të caktuar dhe mund të takohemi në evente të ndryshme kështu me radhë. Tani për tani nuk ka asgjë konkrete, do të shohim periudhën e ardhme. Ndoshta mund të ketë iniciativa dhe sinjale, ka, mirë po diçka konkrete ende nuk ka, edhe unë besoj që kjo periudhë është pak, le të themi, kështu me më tepër aktivitete shkaku i zgjedhjeve të që duhet të ndodhin në Gostivar dhe në Vrapçisht, dhe nuk mendoj që do të ketë diçka konkrete, për matu që vitin e ardhshëm, pas 2 viteve, 3 viteve, mbase do të shohim se a mund të ndodhë diçka e tillë, por prap do të them se faktori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut padyshim se duhet të bëhet bashkë dhe të ketë sa më pak koalicione apo parti politike me të vetmin qëllim që të materializojnë. Kemi 10 lider politik shqiptar. Që të materializojnë votën shqiptare me numër 2 shifror të numër 2 shifror të liderëve shqiptar, do të ndodhë kjo e cila na ndodh tani. Zoti Zengu, ju ka shpresë, le të themi, që a shëndase një periudhë jo afat shkurtër, por afat mesëm mund të bashkohet. Ju, si e shihni, mund bashkohet dhe kush do të ishte sipas jush figura që mund bëj këtë përbashkim të ASH-s aktualisht? Unë për momentin tek ASH-ja në përgjithësi shoh një parti politike dhe 2 fraksione. Parti politike e quaj atë që ka fulat dhe që mban logon. Vendimi i fundit i gjykatës ishte që vulat i takon të ngelet e Arvend Aravari. Ki vendimendi nuk është bërë publik, por ekziston. Do thotë kemi një parti politike dhe 2 fraksione. Aleanca e Selës para zgjedhjeve lokale krijoi parti me emër tjetër. Në publik nuk është shfaqur. Po janë informacione që në regjistrin qendror e ke ato. Do thotë Zjadin Sela nuk mund të thirret më në emër të Aleancës për arsye se kanë krijuar një parti me emër tjetër. Lidha shqiptar ose si quheshte, nuk kujtoj në momentin, ndërsa grupacioni tjetër i Arvend Fetajt nuk është, për mua, nuk është gjë tjetër përveç se një grupacion klientalist i qeverisë. Ata nuk kanë ndonjë përkraje në popullat, por kanë përkraje nga pushteti. Dhe kjo dëshmohet edhe në zgjedhjet e kaluara. Grupacioni i ASH-s që ngeli në qeveri askund nuk shënoi rezultate, duke nisur nga Likova, nga Gostivari. Ati ku fituan Bogovinën. Ishte kandidati Aleancës në qeveri. Figurativisht ishte kandidati Aleancës, edhe pse më herët ka qenë i Aleancës përbashkët, më herët ka qenë. Duke nisur nga fakti se ka një parti dhe 2 fraksione, nuk di ku duhet i bëhet thirrje tani të bashkohen. Njëri fraksion ishte në koalicion me AKI-n dhe funksiononin si koalicion, u tërhoq nga koalicioni. Nuk mundet të kërkojmë llogari nga një aleancë për shqiptarët që është në pozitë dhe 2 fraksionet që njëra është në pushtet, njëra vrapon pas pushtetit. Bashkimi i sinqert do ndodhte nëse do thotë edhe pjesa tjetër e ngelur do të bashkoheshin te AKI
dhe do të kishim një koalicion, alianca për shqiptarët e kompletuar dhe parti tjera që e përvojnë koalicion. Një figura kanë këta pavarësisht këtyre çarjeve që kanë që mund t'i bashkojnë? Figurat të reja, po, figurat që për momentin drejtojnë këto fraksione dhe partinë, nuk mendoj se nuk do të qenë figura unifikuese. Për shembull, kemi figura në ngritje siç është rasti i kryetarit komunës Gostivarit Valvon Limani, i cili shënon rezultate mund nesër të llogaritet si lideri i arshëm i Aleancës për shqiptarët dhe që nuk kundërshtohen nga fraksionet. Ne mund të flasim edhe me oponent të thënë nga dy aleanca fraksionet e Aleancës për shqiptarët, askush nuk e konteston figurën e tij. Mendoj është një nga figura që mund të jetë nesër një unifikues i Aleancës, edhe pse për momentin dy fraksionet për fat keq anën e mbajnë nga ana, do thotë shikojnë nga Shkupi dhe nga qeveria. Mirë, zoti Limani një sfidë për ju, tani nga zoti Zenku. E kishi pranuar të sfidë? Ja, nuk do të kisha thënë unë Aleanca për shqiptarët për momentin e ka kryetarin zotri Arben Taravari, i cili në kuadër të Aleancës Kombëtare për integrim me të gjithë ndryshimet eventuale të cilat mund të ndodhin në kongresin e BDI-s, bashkë me zotri Ahmetin, besoj se do të na shpihen si Aleancë Kombëtare për integrim në zgjedhjet parlamentare, kurdo që të jenë ato, në një betejë të radhës ku unë besoj fuqishëm që Aleanca Kombëtare për integrim do të korre një fitore dhe pastaj zhvillimet politike të më të qeshme do të tregojnë se nga do të shkojmë si koalicion Aleanca Kombëtare. Pas edhe të trit nuk shoh që po thonë liderëve të tyre, po mirë më na hapni krahase. Po jo, liderët unë mendoj që kemi kryetarin e partisë, sigurisht që e keni, pa duhet ndonjëherë këto njerëz reflektojnë nëse s'bën rezultat. Taravari dhe zotri Ahmeti unë mendoj që në këto vitet e fundit kanë dhënë goxha hapësirë kuadrove të reja, të cilët udhëheqin në institucione të ndryshme, kanë qenë kandidat për kryetar komunash, kanë qenë bartës të listave për këshilltar komunal, dhe mendoj që ajo është një proces i cili duhet të shkon në një mënyrë pak më të natyrshme e jo me ta them kështu me ndonjë prerje kirurgjikale me njëherë, ja tani ndërpritet, iku ky lideri dhe vjen një lideri i ri. Unë mendoj që është një proces që kërkon kohë edhe mendoj se edhe zotri Ahmeti edhe zotri Taravari janë të përgatitur dhe do ta bëjnë, por momentumi politik unë mendoj që është ato të vazhdojnë të udhëheqin Aleancën Kombëtare për integrim e normal pasi të kalojnë edhe zgjedhjet parlamentare, ndose varësisht se si do të zhvillohen edhe ngjarjet politike pas asaj, do të ketë hapësirë për të gjithë të rinjtë të cilët kanë ambicie të udhëheqin parti politike, se fundi ajo çdo njeri është themi e ka atë ambicie dhe jo çdo njeri mund të udhëheqë dhe të bëhet lideri një partie. Po ndjeni veten si një politikan në rritje? Unë do të them që e ndjej veten si një njeri që mund të jep maksimum qytetit të vet dhe për këtë qytetarët janë mirënjohës. Sa i përket politikbërjes, unë nuk kam qenë pjesë ndonjë ekzekutivi apo ndonjë institucioni tjetër. Megjithatë në strukturat partijake sigurisht që keni qenë. Po, jam pjesë e kryesisë qendrore të partisë tonë, asnjëherë nuk kam preferuar që të mbaj pozita formale, por gjithmonë kam qenë i thari asaj që ta bëjmë punën dhe të shohim rezultatet e punës tonë. Mirë, zoti Zenku tani e keni kritikuar kaq shumë sonte vëmendjen, po me këtë kryeministër Mickovski ku e sheh vendin në periudhën në vazhdim? 2026 si duhet do të jetë pak vit mbase i vështirë dhe për Maqedoninë do të ketë presione. Problematik do të kisha thënë. Çdo raport, çdo konkluzion që vjen nga Bashkimi Evropian Maqedoninë e Veriut nxjerr në nivele të ulta. Kryeministri Mickovski mund të thotë që Maqedonia është para Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Evropian, por realiteti flet kritikisht ndryshe. Shqipëria hap kapitujt e fundit për inkuadrim në BE. Maqedonia është në nivel, mos them, në 10 vite nuk ka lëviz nga ky pozicion. Nisu nga ky fakt, nisu nga zhvillimi ekonomik. Maqedonia stagnon. Vetëm brenda një muaji dy fabrika nga Amerika largohen nga zona ekonomike në Shkup. Nisu nga e përmendëm kreditin e Hungarisë për 1 miliard euro. Por ai kredit tash do të fillon të kthehet. Pas 3 vitësh. Po. Një vit kaloi. Shumë shpejt do të përballemi me fillimin e ratave, kthimin e ratave.
zhvillim ekonomik nuk shohim. Që u publiku raporti për muajin nëntor për indeksin e shpenzimeve. Ka arritur në 1.100 euro. Shpenzimi të thonë për një familje 4 anëtarësh në Maqedoni, 1.100 euro. Niveli më i lartë në 35 vitet e fundit. Dhe thonë kemi rritje të shpenzimeve, stagnim të zhvillimit ekonomik, dhe duke i parë këtë realitet nuk presim diçka pozitive me këtë qeveri dhe me kryeministrin që është në det. Mirë, nuk presim nga kjo qeveri, por Mickoski ka aq shumë pushtet që unë nuk shoh kush brenda shtetit po i bën ballë atij. Faktori ndërkombëtar do angazhohet? Se duket paksa indiferent gjithë këtë situatë. Pas vitit të ri mendoj se të ketë zhvillime, raportet janë një angazhim, ata e thonë fjalën e vete, përmes raporteve, përmes nuk janë të kënaqur nga këto politika dhe nga kjo qeveri, dhe kjo është edhe me raportet e fundit të Komisionit Evropian, që konstaton shumë lëshime në Maqedoninë e Veriut. Tërësira në të kuptim sociale nuk janë të pamundura, për arsye se çdo ditë thellohet e ndeku, çdo ditë rriten çmimet, çdo ditë kemi nivel sa më të ulët të zhvillimit ekonomik. Në një të ardhme të shkurtër nëse nuk flet politika do të flasë populli. Kjo nuk ndodh nuk mendoj se do ndodh për 5 muaj, 6 muaj. Populli si duket ka folur gjatë kohë këtu se ka ikur, ka migruar. Po, por ka një shumica gjysma tjetër që ka ngelur këtu dhe do të kërkojnë zgjidhje. Nuk mundet në vazhdimsi të presim të bëhet shumë keq që të fillon të bëhet mirë. Dhe thotë duhet të ndërpritet patjetër kjo dhe të fillohet me një progres. Kjo qeveri për fat keq nuk mendoj se është duke bërë hapa në këtë drejtim. Nuk mund të kemi një qeveri progresiste e cila mban, do të thonë, bashkëpunim të ngushtë me Serbinë, që në kupton edhe botën serbe, që mban bashkëpunim të ngushtë me Hungarinë, që është një kanceri i Evropës, dhe që mban një bashkëpunim të ngushtë me Rusinë. Mirë, në qoftë se Evropa se pranon Maqedoninë, tani ajo do të gjejë një zgjidhje për të bashkëpunuar me dikë. Maqedonia është pjesë e kontinentit evropian dhe nuk mund të aq shpejt Maqedonia të zgjedhë një rrugë tjetër. Është territori i Evropës dhe Evropa nuk do ta lejojë aq shumë kollëllok të plotësohen me tot aspiratat e Rusisë ose shteteve të tjera që kanë një politikë dekonstruktive ndaj SBA-ve dhe Bashkimit Evropian. Por projekti do të bëhen dhe mendoj se kjo qeveri në këtë drejtim nuk mendoj se do të ketë një perspektivë të gjatë. Zot Limani, nuk di sa keni pasur mundësi sot të ndiqni samitin e planit të rritjes rruga jonë drejt Bashkimit Evropian që mbajt në Tiranë. Kryeqyteti i Shqipërisë, le të themi, bëhet kryeqendër e Ballkanit Perëndimor për këtë çështje shpesh herë me zotin Rama që po i fton këto samite. Por Marta Kos nuk u pa që bënte ndonjë kritik për aq sa arrita unë të shoh deri ato momente, sa i takon Maqedonisë së Veriut. Kishte lamdë për Malin për Shqipërinë, pa përmendi në konotacion pozitiv dhe Maqedoninë që arrin të marrë fonde nga Bashkimi Evropian. Kishte vërejtje për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Tani Bashkimi Evropian kur po shikon që Maqedonia nuk po bën hapa përpara me çështjen e ndryshimeve kushtetuese për të zhbllokuar proceset integruese. Dhe nga ana tjetër nuk shohim ndonjë kritik të fuqishme ndaj vendit që po vjen ndaj kryeministrit Mickoski. Çfarë flet kjo për ju? Unë nuk do ta kisha vlerësuar si të tillë veç këtë samit i cili mbahet tani në Tiranë, sepse nga të gjithë informatat të cilat i kemi, mendoj që faktori ndërkombëtar posaçërisht i Bashkimit Evropian është me të vërtetë i shqetësuar me të gjithë ndodhit dhe fundja në vizitën e fundit të von der Leyen në Shkup shumë qartë e tha se topi është në oborin tonë dhe ne duhet ta përfundojmë këtë proces duke aluduar në ndryshimet kushtetuese të cilat duhet të ndodhin patjetër që të mund ne të lëvizim para. Shumica e ambasadorëve të shteteve evropiane janë të shqetësuar për këtë që ka ndodhur, mirë po këtu kemi një faktor tjetër i cili nuk e luan rolin aq sa duhet. Që gjithmonë bëhet vendimtar. Po, faktori amerikan i cili për fat të keq, kohëve të fundit është shumë mos them inert sa i përket ndodhive në Maqedoninë e Veriut dhe nuk e ka bërë punën apo pjesën e vetë të punës me të vetmin qëllim që të arrihet një zgjidhje nga ky ngërç i cili e ka kapë shtetin tonë. Është shqetësuese për të gjithë dhe posaçërisht edhe për ne si shqiptar, por edhe për maqedonësit dhe për të gjithë të cilët jetojnë, por shqetësuese është se masa kritike në shtetin tonë zvoglohet dita ditës dhe kjo më bën të mendoj dhe gjithsesi të brengosem se
Masa kritike zgjedh rrugën e mërgimit. Nuk zgjedh rrugën që të luftoj me të gjithë dukuritë të cilat na ndodhin, por zgjedh rrugën e mërgimit dhe ndoshta në një periudhë të shkurtë kjo qeveri do ta bën atë që e ka në plan ta bëj. Mirë po, pas një periudhe 5 vjeçare, 10-15 vjeçare do të ballafaqohen vetëm me një numër të caktuar banorësh, për të cilave 60% do të jenë pensionistë, dhe atëherë më veç do të jetë vonë për të bërë diçka. Unë besoj që pas vitit të ri, faktori ndërkombëtar posaçërisht Shtetet e Bashkimit Evropian do të bëjnë çmos dhe do të ketë, le të them, një presion diplomatik rreth asaj se çka dhe si duhet të bëhet në periudhën e ardhshme. Në dhjetor, tash në 6 dhjetor ka dhe kongres të VMRO-DPMNE-s, ku pritet të rizgjidhet zotri Mickoski, dhe do të presim pas vitit të ri se a do të sjellë diçka të re viti 2026 rreth qëndrimit për afrimin ton në Bashkimin Evropian, por prap do ta them, në qoftë se nuk ka ndonjë lëvizje shtesë edhe prej faktorit amerikan, atëherë besoj se ky proces do të jetë pak më i rënd për tu ecë dhe për tu realizuar. Për të zhbllokuar, le të themi, gjithë të procedurë ose që kemi një blokadë, zoti Zanku, ju shihni një shpresë zgjidhje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që mund ndryshojë dhe le të themi edhe renditjen e subjekteve politike në të ardhmen, kush sa fiton për të bërë shumicë të re në kuvend dhe për të formuar ekzekutivin e ri, që gjithsesi besoj që Mickoski do mbetet prapë se prapë forca që nuk besoj që dikush do e mund të pala Maqedonas. Realiteti politik është kjo. VMRO-DPMNE për momentin ka një kuotë votash, e cila është determinuese për politikën e Maqedonisë në periudhë. Udhëheqësia aktuale e LSDM-s është në koordinim me VMRO-DPMNE dhe nuk bën përpjekje për një etablim të ri në opozitë. Mendoj që leadershipi i kësaj partie ka një bashkëpunim të fshehur me udhëheqësinë e VMRO-DPMNE-s dhe për shumë gjëra janë të koordinuara. Derisa kjo politikë në LSDM vazhdon kështu, nuk mund të presim një rritje të LSDM-s. Pa mos një leadership i ri që do të lufton këtë qeveri, nuk do të mund të presim rezultat për një të ardhme të afërm, të mbasje dhe të ndryshon diçka tek bloku politik Maqedonas. LSDM për momentin luan vallën e qeverisë dhe kjo dëshmuar edhe në zgjedhjet lokale. Po partitë politike shqiptare vallën e kujt e luajnë? Partitë politike shqiptare ishte ere e parë dhe e fundit në 35 vite politik, qeverisja e kaluar, ku qeveria përbëhej nga 16 ministra shqiptar dhe shumë më pak Maqedonas, shpresojt përsëritet, por do të jetë shumë rënd. Ishte një moment historik që partia shqiptare të ketë një rol në qeveri. Më herët, por edhe tani shohim politika shqiptare ka rol periferik. Nuk është vendimarrëse në qeveri. Ishte një moment 2024 dhe uroj të përsëritet më shpesh dhe të bëhet një standard në politikën tonë, por derisa nuk kemi, dhe thot, një përfaqësim të tillë me kryeminist, siç ishte rasti me kryeministin shqiptar ose me kështu ministri të rëndësishme që do drejtohen nga shqiptarët, nuk mund të presin ndonjë lëvizje të madhe se e përket drejtimit të shtetit dhe rolit të shqiptarëve. Për momentin në qeverinë e Maqedonisë, veriut cili është roli i ministrave shqiptar, në çdo që për momentin që janë në detyrë. A kemi ndonjë zhvillim të rëndësishëm sa i përket ekologjisë, ekonomisë? Vakant është për moment. Është vakant ekonomisë. E çveshën nga disa kompetenca ministrinë dhe tani kemi shumë. Po partitë politike shqiptare janë mundsuar Mickoski që të bëjë këtë organizimin të administratës që të vi pastaj tek kjo forme e qeverisjes. Kemi një ministri të çveshur nga kompetencat të cilat tani vetëm bën mbajtje ekonomike, por nuk sjell vendime për zhvillime ekonomike, se i bën që të rkushëm brenda qeverisë. Nisëm nga kjo, domethënë, roli i partive politike shqiptare për momentin është dekorativ në qeveri dhe është mirë kjo, ki standard të thejtë. Nuk them se do të kemi kryeministin shqiptar çdo herë, por të ketë një rregull, do të thotë pesha e partive politike shqiptare në qeveri të jetë jo të e garantuar, por të ketë raporte të tilla që të mos shpërfillet faktori politik shqiptar.
Zoti Limani thotë që në qoftë se do vi puna për zgjedhje, AKI do dalë fituese në zgjedhjet parlamentare, kurdo që mbahen. Ju e besoni këtë gjë te bloku politik shqiptar gjithmonë? Valbon Limani I merr përballë spotat për Këshill të Punës Kostivarit, ato nëse konverton për zgjedhje lokale, detyrimisht do thotë AKI është para. Tani e shohim që nga Alianca Kombëtare për Integrim u shmang Alianca e Zjedhjes Selës, por fuqia elektorale e kësaj partie dihet. Nuk mendoj se ka një të rëndësishme të madhe se përket elektoratit të AKI-s. Ndoshta në ndonjë vendbanim mund të ketë ndonjë rol të rëndësishëm vota e Aleancës së Selës, por nuk është determinuese pasi bëhet fjalë edhe për zgjedhje parlamentare ndanë në 6 njësi zgjedhore. Shteti fituese është e pritshme të ndodhë dhe është reale se kemi rezultatet e para 2-3 javëve që I merrim përbas. Kur votuam në 19 tetor për këshillat komunale. Mirë, zoti Limani, ju disa herë përmendën çështjen e zgjedhjeve parlamentare. Tani tjetër është deklarativisht, po tjetër është sa jeni taftë dhe të përgatitur për dalë në zgjedhjet parakohshme parlamentare, nëse se këtë gjë le të themi Mickovski përfundimisht po ai jep si mundësi sepse ju më shumë jeni ata që I kërkoni. Unë mendoj që Alianca Kombëtare për Integrim është e përgatitur dhe aftë ballafaqohet me një proces të ri zgjedhor sa I përket zgjedhjeve të parakohshme eventuale parlamentare. Dhe jam I bindur që rezultatet të cilat I kishim në këto zgjedhje prapë do të referohem këshillave komunal shkaku I kombinatorikave të ndryshme për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Besoj fuqishëm se do të ketë rezultat shumë të mirë dhe besoj që do të dalim si fitues, por prapë do të presim sepse duke ditur numrin e deputetëve të cilët I ka vëmërë DPMNE-ja, ekskluzivisht do të varet nga ajo se si dhe sa mendojnë ato që është e dobishme qoftë për shtetin, qoftë për ato si parti politike të shkonë në zgjedhje parlamentare. Mendoj që kjo dilemë do të pastrohet maksimum deri në fillim të janarit, kur do të dihet se a do të jetë viti 2026 vit zgjedhor apo jo. Në qoftë se jo, atëherë gjithsesi ne do të vazhdojmë me aktivitetet dhe do të jemi të përgatitur për zgjedhjet kurdo që të mbahen ata. Mirë, viti 2026 janari atij viti do të jetë zgjedhor për Gostivarin dhe 3 komuna të tjera. Zoti Limani, zoti Zenku, unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishit bashkëpunuar në studio dhe që kemi diskutuar gjithë këto gjëra, sadopak le të themi që kemi dhënë një sqarim qytetarëve se çfarë po ndodh kryekuput me komunën e Gostivarit ku duhet të ketë ripërsëritje të zgjedhjeve. Faleminderit shumë, sinqerisht. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Faleminderit Zenku. Mirë, zonja dhe zotri, unë ju falenderoj edhe juve. Sigurisht që thash janari do të jetë vit zgjedhor për Gostivarin dhe 3 komuna të tjera, por do të jetë në nivel kombëtar vit zgjedhor me zgjedhjet parakohshme parlamentare, do të diskutojmë së bashku periudhën e ardhshme. Takimin tonë e lë për javën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.